Grabitje dhe bankave, apo vidhjet e parave, siç i quajnë tani fansat e televizionit, kanë ndryshuar këto ditë. Nuk janë më 4 njerëz të modës së vjetër me armë dhe maska fytyre si kloun. Sot kjo industri famkeqe dominohet nga ekspert teknologjisë që vjedhin me vetëm disa prekje në tastierat e kompjuterave të tyre. Por përsëri ka disa grabitje bankash, kujtimet e të cilave janë ende shumë të gjalla në histori, veçanërisht numri 1. Kështu që qëndroni të sintonizuar për këtë. Këtu janë 10 nga grabitjet më të mëdha të bankave. Numri 10. Vjedhja e kasafortës së Hayton Gardenit. Në vitin 2015, një banda i dutësh që aktivizoi një boshtë ashensori dhe shpoi një vrim të madhe brenda kasafortës kryesore nëntoksore të kopshtit Hayton në Londër. Brenda kasafortës rrethuar me mure prej betoni, disa centimetra trasha, vajshin sende me vlerë shumë milionshë. Megjithatë, bandës, e cila më vonë u zbulua se përbëhej nga 4 burra, u deshën vetëm 4 ditë për ta bërë këtë me ndihmën e një trapani